Nuk vi në shtëpi nëse zbardhet ngjarje e rëndë e 27 vjeçarit që u gjeti djegur në makinën e tij. Një ngjarje e rëndë u regjistrua të hënën 15 dhjetor në qafën e Llogaras, ku një 27 vjeçar u gjeti pa jetë në makinën e tij, shkërmbuar nga flakët. Viktima është identifikuar si Artion Xheli, ish efektiv policie. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se ai ka vënë flakën vetes. Ndërkohë, familjarët e 27 vjeçarit nga Berat janë shprehur se i riu vuante nga depresioni dhe para se të largohej nga banesa, u kishte deklaruar se nuk do të kthehej në shtëpi nëse nuk do të gjente punë. Në një njoftim të dytë, policia ka sqaruar rrethanat e ngjarjes. Sot më datë 15/12/2025 rreth orës 14 është marrë njoftim se në vendin e quajtur Qafa Llogaras Vlorë po digjej një automjet. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat konstatuan se një automjet tip BMW me targa AA 169YX ishte djegur plotësisht. Në drejtimin e prokurorisë është ngritur grupi hetimor i cili ka kryer veprimet e parahetimore. Gjatë kqyrjes automjetit në sediljen e drejtuesit të mjetit u gjet trupi pa jetë i një personi i djegur plotësisht dhe ende i pa identifikuar. Nga kqyra paraprake e automjetit dhe trupit pa jetë nuk janë konstatuar shenja të dukshme dhune apo dëmtime të shkaktuara nga faktorë të jashtëm përveç atyre të shkaktuara nga zjarri. Nga verifikimet e kryera rezulton se automjeti është në pronësi të shtetasit Artion Isa Xhelo, datëlindja 22 i 2/1998, lindur dhe banues në Berat. Sipas deklarimeve të familjarëve, ky shtetas rreth orës 11 ka dalë nga banesa e tij me automjetin në fjalë pa bërë me dije destinacionin dhe nuk është kthyer më. Por sipas familjarëve, shtetasi vuante prej 3 vitesh nga ankthi dhe depresioni, për të cilat ishte në trajtim mjekësor. Trupi pa jetë është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal Vlorë, ku për identifikimin përfundimtar pritet përgjigjja e analizave biologjike ADN. Nga hetimet e kryera deri në këtë fazë dyshohet se kemi të bëjmë me një rast vetvrasje, ndërsa në drejtimin e prokurorisë vjen puna hetimore për sqarimin e plot rrethanave të dinamikës së ngjarjes.